kishte shkuar për pushime me bashkëshortin mbyte 41 vjeçaria shqiptare në Tajland. Një ngjarje tragjike ka ndodhur të martën në mbrëmje në plazhin Karon në Tajland, ku një grua shqiptare humbi jetën pas mbytjes në det vetëm pak orë pasi kishte mbritur në ishullin turistik së bashku me bashkëshortin e saj. Policia lokale në stacionin e Karonit njoftoi se viktima është identifikuar si Daniela Idrizi, 41 vjeçe. Ajo u shpall zyrtarisht e vdekur në orën 18 të së martës. Sipas dëshmisë së bashkëshortit të saj, Mohamed Al Sabah, 43 vjeç, nga Egjipti, çifti kishte mbritur në Phuket, po atë ditë rreth orës 14 dhe po qëndronin në një hotel në zonën e Tambo Karon. Ata kishin planifikuar një qëndrim treditor në ishullin tajlandez. Rreth orës 16, çifti kishte shkuar në plazhin Karon për të pushuar, kur 41 vjeçaria shqiptare vendosi të hynte në det për të notuar. Sipas bashkëshortit, pas rreth 10 minutash, ajo filloi të hasë vështirësi në ujë dhe u mbyt, para se të mund të ndihmojë nga të tjerët. Rojet bregdetare ndërhyn dhe e nxorën nga uji pa ndjenja. Ajo u transportua menjëherë në spital, ku personeli mjekësor bëri përpjekje për ta rikthyer në jetë, por fatkeqësisht pa sukses. Autoritetet lokale kanë nisur një hetim mbi rrethanat e ngjarjes, ndërsa trupi i pajetës së ndjerës pritet i nënshtrohet autopsisë. Ambasada në Bangkok është njoftuar dhe po ndjek procedurat përkatëse për riatvesimin e trupit dhe mbështetjen e familjes së viktimës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.